Për të arritur të këta dy çmime shumë të rëndësishme ndërkombëtare, Shkolla e Mesme Profesionale Kolin Gjoka ka punuar prej vitesh dhe nuk janë të vetme çmime dhe nuk do jenë edhe në vazhdim, se do fitojmë sigurisht edhe të tjera. Por, pse them ka punuar prej vitesh? Duke qenë se kemi ngritur me kohë qendrën e karrierës, njësinë e zhvillimit dhe kemi një staf aty që punon dhe drejtuese në njësisë me projektet, kemi mësuesin etikut bashkë me kolegët që shkëlqejnë, kemi nxënës jashtëzakonisht të talentuar, kemi biznese që na mbështesin në vazhdimsi, por projektet që shkolla ka fituar dhe fiton në vazhdimsi janë merit totale e stafit të projekteve në shkollë. Kemi fituar në vazhdimsi projekte, i kemi zbatuar dhe ky është njëri prej tyre, është projekt evropian me fondet e Erasmus Plus i fituar para 2 vitesh dhe që u përmbyll në Athinë me këto 2 çmime ndërkombëtare ku konkuronin universitar nga Greqia dhe Izraeli me juri edhe italiane, përveç se izraelite, shqiptare dhe greke, dhe të 2 projektet tona morën vendin e parë dhe dytë dhe në vend tret u rendit një institucion universitar izraelit. Pra, ajo që vlen me shumë të theksohet nuk janë vetëm fitimi i 2 çmimeve, por rivalet e nxënësve të shkollës Kolin Gjoka në Athinë ishin nga institucione universitare. Dhe kjo na motivon që në të ardhmen të punojmë akoma më shumë dhe të vazhdojmë të fitojmë edhe çmime të tjera dhe të rrisim gjithashtu cilësinë në shkollë. Realisht ka qenë një punë e madhe e bërë nga nxënësit, nga ne si staf dhe normalisht pjesa e skanimeve kërkon që objektet të jenë të lira, mos ketë njerëz në lëvizje e tjerë. Na është dashur të ngrihemi herët dhe të shkojmë pranë këtyre objekte në mënyrë që të mos kishim lëvizje njerëzish. Përveç kësaj na është dashur të organizohemi në grupe të ndryshme në mënyrë që të arrijmë të kapim një sër biznesesh, të realizojmë skanimet. Projekte aty gjetëm mjaft kompeticion, por arsyeja kryesore sepse ne fituam projektin ishte se ne shumë më të përgatitur sa gjithë tjerë. Kishim bërë 2 intervista, kishim bërë skanime të disa hapësira, jo vetëm nga një hapësirë për secilin grup, sikur kërkoi nga projekti të prezantojmë disa hapësira të ndryshme, duke përdorur kamerën e motorportit. Dhe prezantimi ishte pika jo më e fortë, se edhe kur juria na bënte pyetje në lidhje me skanimet, ne ishim gati përgjigjeshim.